Allahu i lartësuar veprat e mira me të cilat robi fiton xhenetin, madje xheneti më të mirë, xheneti El Firdaus, në Kur'an i ka hap me namazin dhe i ka mbyll po me namazin. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Thot Allahu i lartësuar, të shpëtuar janë besimtarët. Të shpëtuar, të fituar janë besimtarët, të cilët janë të kushtuar, janë të përqendruar, janë të qetë, janë të përulur gjatë faljes së namazit. E falin namazin me kushtim, me përulje para Zotit, me qetësi. Kjo është një cilësi e tyre. Pastaj ka përmendur edhe disa cilësi të tjera. Nuk merren me biseda të kota, me vepra të kota të padobishme, japin zakatin e pasurisë, pastrojnë nefsin, pastrojnë zemrën, ruhen nga imoraliteti, e mbajnë amanetin, e mbajnë besën. Dhe pastaj në fund ka përmendur namazin përsëri. Ka thënë walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Dhe ata që i falin rregullisht 5 namazet. Kujdesen fort për faljen e 5 namazeve. Këta njerëz do të jenë trashëgimtar të xhenetit El Firdaus. Do jenë banor të xhenetit El Firdaus. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna El Firdaus hum fiha khalidun. Këta janë ata të cilët do të jenë banor të xhenetit El Firdaus, ku do të qëndrojnë në të përgjithmonë.